Selia Roz në Shkodër ka mbushur 25 vjeç që nga data e krijimit të saj. Kjo datë e rëndësishme është festuar në mënyrë ndryshe që nuk ishte parë prej vitesh në Shkodër, të mbledhur të gjithë brezat e kësaj force politike në Shkodër. Një çerek shekullit nuk është edhe aq shumë, por 25 vite kontribut të njerëzve të kësaj Partisë Socialiste i kanë shku në vendin tonë. Procesi i hapjes, i zgjerimit dhe rritjes së Partisë Socialiste do të vijojë si e vetmja rrugë për të përçuar përpara projektin tonë për një Shqipëri europiane, sepse këto procese nuk janë vetëm në të mirën e socialistëve, por janë në të mirën e gjithë shqiptarëve. Në këtë takim kanë qenë prezente edhe deputet dhe drejtues të kësaj force politike. Si socialistat shkodran, është e vështirë të gjendet në gjithë vendin tonë. Dhe më të mirë e Partisë Socialiste të Shkodrës në këto 25 vjet janë antarë të thjeshtë Partisë Socialiste. Prandaj do doja që sot në këtë fest, sparit gotën me urim, ta kemi për antarët më thjeshtë Partisë Socialiste. Një urim edhe një përshëndetje të veçantë do t'i bëj atyre qytetarëve shkodran, Malcor, Pukjan, nga Fusharsi, nga Dukagjini e gjithkund, që kanë mbështetur programin e Partisë Socialiste, ku sot në Shkodër jena majorancë. Është shumë e kollajt me fitu, pa shumë e zorsh me e majt. Këtë ju kërkoj nga ana jeme, bashkona gjithë bashku, hekim qefmetjet. Antikonformist të vërtet, të majt, idealist, që meritojnë shumë. Partia Socialiste dhe qeveria e saj po bën maksimumin që Shqipëria tjetë jo si ç'është, po tjetë Shqipëria që ëndërron brezi i ri, që ëndërron gjenerata e re. Por ministri i jashtëm dhe koordinatori për veriu në Partinë Socialiste Ditmir Bushati ka pranuar se ka një tkurrje deputetësh, por rezultatet në zgjedhjet e ardhshme do të jenë pozitive. Është fakt që na janë paksuar deputetët me kalimin e kohës, por kjo do të thotë që kemi mundësi për të pasur më shumë për zgjedhjet që po vijnë. Na takon që të vazhdojmë punën që kemi nisur si në frontin e reformave, vështirësive me të cilat përballena, por edhe në vazhdimin e punës, në organizimin më të fortë të Partisë Socialiste dhe në gërshëtimin jo të gjitha brezave, po gjitha ngjyrave që sot për sot ka Shkodra dhe gjitha asaj buqete që e bën Shkodrën që të jetë më e veçantë në fakt se gjitha qytetet e tjera të Shqipërisë. Partia Socialiste nis tashmë një tjetër etapë, por edhe me sfida të reja përpara, ashtu siç do të trokasin edhe zgjedhjet e 2017-s.